Ma keni dërguar këtë video dhe më keni thënë si ka mundësi Andrea nuk po reagon ti të bësh një video për këto gjeste seksiste perverse që bën Edi duke përfshirë dhe Klodin. Shiko, Edi për shembull, në anë e Edit e kuptoj që ka një lloj tendence seksuale, le të themi në një farë mënyrë ose në mënyrë më perverse, por jam shumë i bindur. Ju betohem, jo se unë dua të dalë në mbrojtje, po duke ndjekur gjithë rrugtimin e Klodianit, për shembull, e duke parë se sa i edukuar është, marrëdhënien që ka me Elionën, madje ata po gatuanin krepa një ditë me njëri tjetrin. Domethënë, sjellja e Klodit kundrejt Elionës është shumë njerëzore, le të themi, dhe ajo që ne kërkojmë vërtet që formatet të transmetojnë këto lloj gjëra kaq të bukura në gamën më të madhe. Por duke ditur për shembull që le të themi është bërë një treshe e fortë aty në Big Brother VIP Kosova 4, e cila është Klodiani, Londrimi dhe Eliona. Janë pothuajse si një trekëndsh Bermudës, të cilët janë të pamposhtur nga të gjithë ata me radhë aty, dhe pse shumë kushi tenton që t'i përçaj. Në një farë mënyre, Edi ka zgjedhur që të përfshijë në gjestet e tija jo të hishme, le të themi, se normali kur lajmë dhëmbët të gjithë atë lloj një lloj e bëjmë gjithë larje, se di se si mund t'i lash dhëmbët në një lloj mënyre tjetër, por në mendjen tonë është çështje tjetër se si i imagjinojmë ne gjërat. Pra, Edi ka imagjinuar larjen e dhëmbëve të Elionës në një mënyrë më perverse, ka përfshirë dhe Klodianin në mënyrë që ta fliq ose ta njollos pak a shumë Klodianin kundrejt Elionës, që të krijohet një lloj përçarje. Dhe kjo gjë ka irrituar, le të themi, shumë nga fansat e Elionës, fansat e gjithë secilit aty, ose fansat e atij lloj formati. Unë e shikoj në një lloj kundërshtrimi tjetër. Nëse ka një person aty që bën keq, mendon keq, ose është i lig, është Klodiani që duhet të jetë personi i fundit. Është një djalë që është rritur në Europë, është një djalë me plot edukat, madje e kemi parë dhe sjelljen që ka me Elionën, e ka shumë miqësore. Shumë miqësore, gjithsesi ndokush nga ne dëshirojnë që ata dy të shikojnë bashk, por kjo është çështje tjetër që duhet parë akoma më përpara, akoma më shumë. Por nuk e shikoj absolutisht që Klodiani ka qeshur sepse ka përkrahur, le të themi, mendimin e Edit. Jo, Edi e ka bërë gjestin me mendimin e tij, por Klodi ka qeshur me gjestin që ka bërë ai, pa e ditur që mund ta ketë pasur për Elionën ose me një tendencë perverse seksuale kundrejt Elionës. Pra, ti shikojmë gjërat si duhet, ti japim Cezarit aty që meriton, kështu që nuk mendoj që Klodiani, mendimi im, qofsha gabim, se tash edhe gabime flasim ose bëjmë, ose dhe mendojmë, por nuk e shikoj unë për veten time, ose kam unë qasje pozitive kundrejt situatave të tilla, se nuk dua ta mendoj ashtu, ose është e vërtet që ndoshta Klodi ka përkrahur atë që Edi po bën. Por, e theksoj dhe njerë, nuk besoj, duke marrë parasysh shoqërinë që kanë, afrimitetin që kanë, shkurjen që kanë ata të dy, Eliona me Klodi, nuk mendoj që Klodi është aq i lig, nuk e besoj gjallë në botë, sepse duket dielli duket që mëngjes thot një llafi urt popullor. Kështu që nuk besoj. Po, është i vërtet, është i rrept, është i saktë, ka argumente, ditë flasi, ditë debatoj, nuk i shmange debatit, po, okay, ka cilësitë e një lojtari të fortë. Por nuk mendoj asnjëherë që mundet ta ketë përkrahur idenë perverse të Edit kundrejt Elionës nga mënyra se si i lanë. Ka qeshur dhe ata që rriten këtej në Itali, domethënë çdo gjë e shohin në formën e shakas, në kontekstin e shakas, asnjëherë në një konotacion kot palidhje. Por në këtë rast po them që nuk besoj që ky Klodi ka përkrahur atë që ka dashur Edi të bëj, të thoj. Ka qeshur e vlla, hajt ma tanë, si qeshim me çuna me njëri tjetrit. Unë nuk besoj, nuk po e justifikoj, preferoj ta shikoj në Prime se çfarë mund të jepet, nëse do të jepet, por sipas meje është kjo lloj opinion, ky është thjesht opinioni im, nuk është fare i njerëzve me radhë.